Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri të ditur se është nisur drejt Hagës për të takuar ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, që siç deklaroa po vazhdon të mbahet aty padrejtësisht. Ai ka kritikuar procesin e gjykimit të Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij, duke thënë se ai nuk po bëhet sipas standardeve demokratike dhe gjithashtu është larg respektimit të drejtave të njerëzit. Gjatë paraqitjes së tij, Rama uroi që viti i ardhshëm të sjellë lirimin nga izolimi brutal i Thaçit dhe bashkëluftëtarëve të tij. Tutje ai shtoi se shpresoi se vendet demokratike që sponsorizojnë këtë gjykatë të reflektojnë mbi standardet e ulta, mbi nivelin shumë në nënbijat e kuqe të drejtësisë demokratike të gjithë kësaj që prej vitesh po ndodh. Sipas Ramës, ka vetëm një të drejtë që duhet të fitojë, dhe ajo është e drejta e bekuar përjetësisht me gjakun e heronjve, martirëve, dhimbjen e patregueshme të nënave, motrave, grave dhe vajzave të përdjekura e të sakatuara gjatë një periudhe nga më të zëmtat për vetë Evropën. Ai theksoi se i vetmi faji i tyre që po mbahen në izolim është rebelimi që treguan ndaj një regjimi dhe nxorën armët për të mbrojtur lirinë dhe dinjitetin e tyre njerëzor.